Kybla, asi amo në praktik është diqysh unë e kum përjetu ata diqysh si vështirë me kuptu edhe me qitë praktik, për shembull xhenazën. Thënë që kthej ka kybla, kthej në kratë gjathë, që tash do djetarë thënë që për shembull krye do të më drejtu ka kybla, edhe mu kthi pak kratë gjathë, a komplet kratë gjathë, a ka mundësi që të me na tregu diçka inshallah. Do të thotë, ulemoja përmenin dy komente të çështja e drejtimit ka kibla për personin i cili po shihet që veç ju ka afruar momenti i fundit i vdekjes. Po e konsiderojmë që këtë gotën që kemi përpara kësaj do është kibla. Një variant është që po e konsiderojmë që kjo është personi. Është që komplet që shto mu këty ka kibla. Është një koment. Një koment tjetër është që qështu ky kënej mu këty ka kibla. Kryt me këty ka kibla. Ana e gjathë ka kibla. Koka, ona e qështu, me onë djathë mu këty ka kibla. Është domon edhe kjo është një koment. Koka është sikur në vend i lukës, a? Po. E do thonë këtë një mundësi. Qashtë, që kjo nësë është koka, po, nësë është koka kjo, për konsiderojmë, qështu, qështu mu këty ka kibla. Kënë dy komente që kanë thonë ulemoja, cilat do të mirët, është e drejtë. Pse, edhe kjo kështu, qështu domon, kjo është koka, edhe kjo domon, kom kënej, edhe kry do thotë komplet edhe kjo konsiderohet. Edhe kjo është valid, po, edhe pse tena drejtim kiblës, që kjo është ma praktike, përpara. domon jetën e muslimanit që kjo është ma praktike. Që kjo komenti tanisht që pas po, që koka edhe kom që në komplet ka kibla të tynë. Është kjo domon prej preferenca në islam, nuk është obligative, nëse për shembull personi është i smut, edhe është i lëndum, edhe është i raskapiton, nuk duhet shumë me shqetësu. Se ma mirë është mja përkujtu shahadetin që ato momente me bona e dhekër, se sa mu marë tash për shembull dhe me lëndu këto. Pra, mos me bon këto, kjo është prej preferencave, nuk është obligative. Shumë ma me rëndësi dhe ma me perspektiv, me bo personat, po, me vdik me shahadet, me bo dhekër Allahun Azza wa Jall, e kështu me radhë. Po nëse i mundësot me bon këto partë ngjesë, inshallah, është sevap, është problem të Allah. Ku lejohet abortimi? Jo në atë kontekstin, a lejohet se po më konvenon kështu, po ku janë të rrasë specifike që duhet, ose çfarë janë në pos gruaja, ku lejohet në abortim? Kryesore është me rëndësi që me kuptu musliman që abortimi është si abortim në sens është prej mëkateve, është prej gjunaheve, që faktikisht duhet me pas kujdes. Se kur flasmi, do të thotë për termin abortim, këtu synojmë mbasi që fetusi është kompletu, se fëmiu në barkun e nënës është kompletu. Për atë arsye prej çasaj kohe tani quhet abortim. Periudha para asaj është prishje fekondimit. Do thotë, në 40 ditë e para mas fekondimit, kur ende nuk është formu embrioni, se embrioni formohet prej 40 deri në 45 ditë prej kohës së fekondimit, kur do thotë janë celula që ka mbetë shtatzon. Deri në çat kohë nuk është formu embrioni, prandaj e quhet prishje. E na kur flasim për termin abortim, synohet prej kohës të formimit të embrionit deri në kohën e lindjes. Kjo ndahet në etapa, gjithsesi unë po shkoj ka pak po flas për secilin etapë. Me rëndësi është që Islami ka dhënë rëndësi të madhe çdo pasunie. Çdo pasuri që ne ka dhënë Allahu Azza wa Jall, na e falenderojmë Allahun edhe e ruajmë atë pasuri. Kështu që edhe do thotë Allah ju nderoft sperma si sperm, ulemaja konsiderojnë pasuri, se prej asaj kanë lind njerëzimi. Allahu Azza wa Jall u ka dhënë njerëzve që të shtohen, se në anën e kundërt ka njerëz që s'kan fëmijë, se kanë çat pasuni edhe s'kan fëmijë. Pra nuk ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall çat sebeb. Për atë arsye të parët tonë, dietarët islam dhe muslimanët e hershëm, edhe baballarët tonë, edhe gjyshët tonë, kanë pas frikë Allahun, do thotë kushtimisht, kanë bë fëmijë vazhdimisht, gjë që jam e kuptu se nuk kanë dashur me qit poshtë këtë pasuni. Me qit bërllog, me hudh spermën jashtë, por në mitrën e gruas. Pse? Sa është pasuni që zbon më keq përdor. Çështu ulemoja kanë thonë. Ka një pjesë e madhe e ulemave që kanë thonë se nëse ka nevojë me e përdor
spermën nuk lejohet domosdoshmë me keq përdor. Ku faktikisht është koha fëmijëve ose do thot fëmia janë rrit ose të ngjashme, se subhanallahu vllazni pjaftësi këtu edhe një dobi biologjike që kanë përmendur ulemoja. Gruaja nuk ka mundësi, se Allah azza wa jalla vllazni këto sene shumë qartë i ka shpjeguar. Kurani edhe pejgamberi sam e pastaj ulemoja i kanë deshifruar. Nuk ka mundësi gruaja me shiu kënaqësinë e burrit pa kushtimisht pa oder spermën mitën e femrës. Qështu e kanë cek dietarët islam. Për të arsye ndodh tani zinaje me tjerë. Pse? Ku faktikisht ose gruaja nuk e shijon kënaqësinë e burrit që s'flan burri me to hiç, ose flan formalisht. E për atë arsye domethënë këto janë pe ligjeve tona që pe mjeteve që e ruajnë domethënë edhe burrin edhe gruan pe zinas. Sepse subhanallahu tash nuk është ndoshta momenti unë që të flas për këtë temë, po është mirë inshallah ka libra të përkthyne, do thotë jetesa intime, qysh faktikisht çiftet do të me kalu jetën intime. Se tash të rritë mendojnë që Zoti na ruaj filmat që i bojnë evropianët ose librat që i bojnë në atë aspektin, po them me emrin që i quajnë këta, edhe në Islam lejohet. Do thotë kushtimisht po them ana e jetës private intime e dy çiftëve, këto e ka përshkruar pejgamberi sa kështu praktikisht çysh duhet me jetu intimitetin burri edhe gruaja. Pse? Se kjo është një pasuni që faktikisht është i varur në ibadeti për çasoj. Se nëse burri s'është i kënaqur, s'është i martuar, edhe ka nefs, ai s'është i qetë në ibadet. Nëse është i martuar edhe gruaja sa jep hakun sa do, s'është i qetë në ibadet. Ose i shka syni tjetër kohë nëse do më hin haram. Për atë arsye është që këtë është projekt ose është temë në vetin islam që duhet me njoft. Pjesa, pra kjo është një pjesë që s'deshta me kalu ma tepër, pra duhet me pas kujdes që punën e kësaj pasorie, do thotë mos me e gju poshtë. Mirë, po me gjithat ulemoja në qitë kohë kam bo shtekdalje ma shumë, është fjala, nëse është derë sperma në mitrën e femrës. Mirë po, është bon të më një shtatë zani, ju e kontrollune, a bon me prish që ta a zbon me prish. E ulemoja kanë thonë që deri para 40 ditë ose para 45 ditë lejohet me prish, nëse janë rrethonat, do thotë gruaja e smut, fëmiu para këtij është shumë i afërt, ose do thotë ka arsye të justifikueshme lejohet me prish. Të paktën kanë thonë një pjesë ulemave, edhe nëse nuk ka arsye hiç, do thotë nuk është gjuna. Edhe nëse s'ka hiç arsye, nuk është gjuna. Prej kohës 45 ditore ose 40 ose 45 kur të fillon embrioni me u formu, deri në kohën kur dërgohet shpirti. Shpirti i quhet fetusit kur t'i bën 120 ditë. Fëmijët që është në barkun e nonës, sipas mendimit më të saktë, edhe pse ka mendime më herët që kur t'i bën 45 ditë, fëmijët i quhet shpirti. Është edhe ky mendim, po mendimi më i saktë është 120 ditë. Tash kjo është etapa e dytë e abortit. Në çit etapë, do thotë shumica ulemave e konsiderojnë krim, do thotë nxjerrjen e fetusit ose mbytjen e tij nëse s'ka arsye të justifikueshme. Nëse domethënë nona është mirë, s'ka pengesë, nuk ka, do thotë fëmiu para tij është distancë mes këtij atij që është më herët, pra nuk lejohet me nxjerr. Edhe pse dietarët islam thonë edhe nëse nxjerr fëmijën, do të më bëj tobe. Pra nëse prishet fëmia në çatë kohë, do të më bëj tobe. Edhe në anën tjetër nuk ka nevojë me bësh shpagim, se fëmijët ende s'u ka çuar shpirti. Kjo është etapa do thotë e dytë. Etapa e tretë është prej kohës dërgimit të shpirtit deri te lindja. Tash fëmiu ka një statut tjetër, krejtësisht është diçka tjetër. Tash është fëmijë, është njeri. Fëmiu anë pse në barkun e nonës është njeri. Me konsenzus të dietarëve islam, në çit kohë është rrepsisht e ndaluar me abortu fëmijën. Edhe ka shpagim, edhe personi i cili bën këtë punë është gjunaqtar te Allahu Azza wa Jall. Kjo është në esencë puna e abortit. Tash lind pyetja tjetër. A lejohet, do thot, a ka raste që Islami ka bërë tolerancë në çit fazën e tretë është fjala. Masi ti dërgohet shpirti, a lejohet me abortu fëmijën? Unë kum pas disa ligjërata në këtë temë, ata që janë të interesuar, mund më kthyen në internet janë të shkruane, do thot, tema është e shkruane. Në këtë rast edhe kum ligjëru diku nëpër xhamia, po kryesori është dietarët islam e kanë leju me abortu fëmijën nëse nona është në rrezik. Do të nëse i rrezikohet jeta nonës. Mirë, po jo veç
pretendim burri po thotë që jenë rrezik ta abortojmë. Jo, po duhet një komision i mjekëve me e vërtetu që lindja është e komplikuar, edhe ka probleme të jashtëzakonshme, edhe nana është në rrezik, mendimi i shumicës është i lejuar me abortu fëmijën në këtë rast. Për shkakun se dikush me siguri interesohet për argumentet, nuk ka ndonjë argument për asnjë mendim, ky apo ky, direkt është fjala, po i kanë nxjerrë dietarët islam argumente ose rregulla islame. Prej këtyn është që do thotë Islami gjithmonë i ka dhënë rëndësi të madhe asaj që është prezente nga ajo që është e padukshme. Prezente është nana, e cila me vdekjen e saj rrezikohet jeta e fëmijëve edhe dëmtohet burri. Ndërsa jeta e fëmijës që është gjallë në barkun e nanës nuk di sa do të lindi gjallë apo jo. Kështu që do të më pështuna ata që nevoja edhe mundësia është më e madhe se sa atij që nuk dihet për fatin e tij. Rregullat që flasin në këtë kontekst dietarët islami kanë prioritet që lejohet në raste të tilla. E unë apeloj do të përfundimisht që me pas frikë Allahun azza wa jall, se ndodh që Allah azza wa jall dikon e sprovon. Konkretisht ka mundësi me rrit fëmijën, ka mundësi me majt fëmijën edhe aborton, ndodh që Allah azza wa jall e sprovon me fëmijë që i ka gjallë. Ose fëmijë që mund të lindin më vonë, e sprovon Allah azza wa jall me një sprovë të madhe. Prandaj me pas frikë Allahun azza wa jall në këtë kontekst, edhe në kuadër të saj në peshtoj edhe po e bëj një pyetje krahas kësaj, dikush kishte më pyet për shembull për planifikimin familjar. Pra në këtë rast, a mund ta bëjmë si pretekst planifikimin familjar për abortim ose çka kishim mujt me bën këtë kontekst? Islami është marrë edhe me këtë pikë, domethënë me çështjen e planifikimit familjar. Mirë, po jo planifikim domethënë çysh mendojnë evropianët ose ata të cilët kanë do të thotë pretendime private. Me fjalën planifikim, dietarët islam konsiderojnë që tjetë do të thotë një distancë mes fëmijët dhe fëmijët në bazë të argumenteve që i ka përmend Allah azza wa jall në Kur'an. Allah azza wa jall ku ka folur për shembull të çështja e gjithënjes, ka thonë wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Shtatzania edhe gjithënjen 30 muaj. Që e me kuptu se do të thotë 9 muaj është shtatzania, pjesa tjetër është 2 vite të plota është gjithënja. Pra, nëse kihet parasysh kjo konsiderohet një planifikim mes fëmijët te fëmijë tjetër 2 vjet, që më dhon drejtën e gjithënjes fëmijët të parë. Si për shembull praktikisht për marrmi. Sot ka lind një fëmijë. Prej sot deri në 2 vjet, që kjo kohë që kjo drejtë është të çiti fëmijët. Për atë arsye është mirë me pas kujdes që nëse ndodhet shtatzania para kësaj, nuk është shumë e preferuar. Se me shtatzaninë e dytë i prishet qumshti i xhiut nanës. E që faktikisht i ke hin hak të fëmijës, se kjo ka drejt me thirr 2 vite. Kur ti bën 2 vite, tash shifet e kanë liu dietarët islam me këshir pak edhe gjendjen e nanës. Se lindjet cazarake që bëhen tash, për shembull, jo lindje normale, ato janë prej lindjeve që e dobësojnë nanën. Na e kemi përmend dikun në ligjëratat që e kanë përmend mjek, do thotë se çdo lindje 40% të forcës fizike të femrës ja harxhon. Çdo lindje normale, natyrshme që është, ja harxhon. Prandaj duhet më stimulu nana mirë, është mirë me, do thotë, gruaja duhet mahet mirë me ushqime të mira, sidomos mas lindjes, sepse xhiu, qumshti i xhiut është një pasuni shumë e madhe që zblihet. Çka do të thotë shkenca, nuk i arrin me përsos vlerat e qumshtit të xhiut. E për me pas gruaja qumsh xhiut, do të me pas qetësi, do thotë fillimisht pushim të mirë, me pas qetësi psiqike, mos me pas ngarkesë për shembull me obligime të burrit, tash burrit me pas kujdes, punë që i ka bërë gruaja para lindjes, tash do të më marr burri këto me kry. Edhe lamen e teshave, edhe të përgatitjen e ushqimit edhe ato. Pse? Se domthonë është hak i saj, është e drejtë e saj. Edhe fëmin që i ka do të mja këshyr, bile me pas mundësi sigurisht që në Zvicër me marr punë shërtore. Pse? Se është në interes tonin. Është kjo në interes tonin, se kjo është domosdoshmë për drejtave që Islami ka dhënë gruas. Edhe ushqimi gjithashtu ka kvalitet. Por edhe distanca mes të fëmijët thanë te fëmijë tjetër. Të paktën një periudhë 2 vjeçare, që ajo të forcohet për fëmijën e dytë. Se nëse shtatzanitjen të shpeshta, domethënë dobësimi i madh fizik që him hak gruas, e dyta i him hak fëmijëve, se s'ka mundësi me këshyr nana, e treta të hin hak ty, se gruaja deformohet për një kohë të shkurt deformohet. Edhe
Burri tash është vital. Domthon ana biologjike e burrit është më e nevojshme se sa e gruas. Gruaja domthon është dobësu edhe ana e intimitetit saj ka hub. Qefi i burrit ka hub. Burri ka ende ato, kështu që tash vjen ndesh. Vin problemet tash. Problemet mes burrit dhe gruas. Se zakonisht problemet, prishjet e gruas dhe burrit vinë në çit kontest. Kur gruaja nuk ja plotson domthon nevojat e burrit, nevojat biologjike. Jo është parje, pasunia këto janë formalitet. Po nëse gruaja s'ja plotson kushtet, atëherë vjen te problemi ose kundërta, kur burri s'ja plotson, shkon mas grave të huaj ose Allahu e na ruaj. E për atë arsye pra, edhe onë planifikimi duhet me qenë në dakord me ato që ka shariati islam, e me këto i themi tjerë se kur ju ka rënë men evropianë me marr me planifikime me këto, Islami është marr që 1400 vjet, po ka nevojë muslimanët me marr, do të me lexu ose me ndëgju këto ligje. Allahu alem. Për punën e synetimit, tash print janë nuk e praktikojnë fen, domethënë. Edhe vllai ka 2 djem, tash edhe unë e kam një, ata dojnë me bën synet. Pse që janë konë bashkë, kanë jetu bashkë, janë dhejtë bashkë me një kohë, e ata dojnë me bën synet krejt, me traditat tona, domethënë me tupana. Unë jam kundërshtim me ta, ka ardhur domethënë disa herë në konflikt. Ata më ka thonë që nëse ti nuk e bën, atë na do të dana. I daj megje, ti prishim punë, ndahet familja, edhe që tash du me pyetje ja është më mirë me marr pjesë aty, a më mirë me prish familjen. Kemi 2 çështje që duhet me diskutu. Puna e parë është puna e synetllakut. Do thotë që e kemi kuptuar krejt që synetllaku është prej syneteve të forta në Islam që duhet kryhet gjithsesi. E kjo pjesa e parë e pyetjes domethënë nëse bën bashk fëmia tu me djalin e vllaut, që nuk ka kurrë të keqe. Bile nëse do thotë shfrytëzohet që ky rast për mu afru zamat o më mirë, se sa mi bote vetë ai vet. Pa i bujmë bashk, domethënë nëse e shet që kanë qef mi bën bashkë, zakonisht na pikëthemi vllazni traditat tona. Kanë qef antarët e familjes se sa mi bën do sanet përbashkëta që me u gëzu bashkë, që lejohet. Se ju dini që pejgamberi sa sa me një hadith që e kanë nxjerrë Imam Ahmedi ka thonë, me fut dashnie në zemrën e vllaut ton, vëlla musliman, është më mirë se sa me bën itikaf një muaj ditë në xhamin tëm. Subhan xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kjo është një punë e hajrit, është një punë e madhe. Pra, nëse shumë që elhamdullah ata pedojnë këto, pse mos me bë bashkë, kurse ke mundësi. Elhamdullah tena në aspektin medicinal, po them, nuk ja lëshon rrugën këtu ona profesionaliste. Pra, ka mundësi mu bën kjo një hajri madh. Pjesa e dytë është nëse bën tash ceremonia. Do të më kuptosh që ceremonia e synetllakut nuk është pjesë e synetllakut. Pra, nuk ka ne fakt që mi bën fëmin synet edhe me bën darë, ose mos me bën diçka. Po dojnë me falendëru Allahun që lejohet. Po dojnë me falendëru Allahun me bëni tubim, lejohet. Po tubimi gjithsesi do të më kon dakord me ligjin e Allahut. Do të më kon tubimi dakord me ligjin e Allahut. Pra, përderisa ne kemi marrë vesh që muzika është haram. Atëherë do të më bind jo vetëm na, po çdo kush do të më bind që nisan që ka bën Allahu haram me ik prej saj. Andaj çka mujna me bën? Na po dojna me shprehje një gëzim. Gëzimi nuk shprehet vetëm përmes muzikës. Domethënë kjo është një mentalitet i ulët, një gabim shumë fatal, që dikush e kupton që pa muzikë s'ka gëzim. Jo, bëni tubimin, s'ka problem, bëni tubimin, po i thirr për shembull një hosh, dy hoxhallar, 3 hoxhallar i thirr. O shalanini, dikon prej hoxhallarëve, thirr edhe kafërm, quvën që keni thirr edhe vllazni tjerë, edhe bëhet një takim i mirë, edhe faktikisht aty Allah e shpërblet. Aty pastaj diskutojnë për feje, del dikush kënën e ilahijet, tregon kush në tregim, e shpreh gëzimin, që domthon kjo është e lejuar në Islam. Në çit hor do thotë, është e lejuar me bë, Allahu alem. Edhe domethënë është pjesa tjetër e pyetjes, ku faktikisht nëse nuk e bën ti çështu, na do të prishmi, do të prishmi marrëdhëniet. Pra, këtu e kemi tashni, domethënë se puna e tupanave nuk është muzika ose harami i kësaj nuk është sikur se i veglave tjera. Ani pse na e konsiderojmë domthonjë prej veprave jo të lejuara. Po domi i kësaj më pak se i veglave tjera muzikore. Pra nuk po miratojmë na këto, nuk po thojmë se kjo është e lejuar. Po me mujt me i bind ata me diçka të ngjashme. Si për shembull puna e defit, që është pa ato domethënë xhampare që thonë, puna e defit bën me i përdor, do thotë që nëse dojnë me e shiu punën e gëzimit.
Pra është mirë me gjetë një model se duhet me i krahasu. Pra, edhe nëse shkojnë atë kushtimisht po them, që unë e shfrytëzoj rastin këtu me apelu që mos më leju veti kësa Zoti na ruaj që me bani të paktën një gjest që Allah sa është razi me to, shkaku i saj me hub rahmetin Allah në ditën e Kiametit. Po nëse që e ngulin kom këto, në tash do të me e bani një krahasim. Ama gjuna është me i prish marrëdhëniet me të afërmit, që konsiderohet për gjunat të mëdha, apo çështja e muzikës. Të dyja janë ndalune, ama nuk janë me një kategori. Kjo është për gjunat të mëdha, kjo është për ndalesave. Për atë arsye, do thotë, nëse vjen puna çështu, ju të merrni përsipër. Nëse vjen puna që, nëse si bën me neve, edhe si bën çështu, ti më me neve s'ki kur gjë, atëherë ju ti thoni, ti merr përsipër këtë punë. Unë nuk e marr përsipër. Edhe unë do thotë nuk hi në këtë gjëna që po e bëni. Apo ndryshe nuk lejo do thotë me u bë sebeb me prish marrëdhëniet. Se është për gjëna shumë të mëdha që e dini që pejgamberi sa më ka thonë, kush i shkput lidhjet fare fisnore, e ka shkput lidhjen me Allahun. Është donë për gjëna të mëdha, edhe me lut vazhdimisht Allahun para se më ndodhë që kjo, që inshallah ja u kthen zemrën. Se Allahu azza wa jalla vllazni është ai që ja u kthen zemrat, ja u rrotullon zemrat njerëzve. Fillimisht Allahu azza wa jall thot në Kur'an kështu: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Thot Allahu azza wa jall: o ju besimtar, përgjigjuni Allahut, ftesës të Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, aty ku është gjallëria. Që jep me kuptues se kur ti përgjigjni ftesës të Allahut, ju gjallëron Allahu. Wa alemu, dini se anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Se Allah ndërhyn mes njerit edhe zemrës tina, e rrotullon zemrën e tij. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave të Allahut. I rrotullon Allahu ka dën dhe shpeshherë ka bon këtë lutje në sejdë dhe ka thonë, Allahum ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti, o Allah, që i forcon zemrat e njerëzve në dinin tënë. Forco më zemrën tëmë në dinin tënë. Pra Allah azza wa jalla është ai që i rrotullon zemrat. E jona është tim sinqert me Allahun. Ta lusmi Allahun azza wa jalla me sinqeritetin më të madh që t'i udhëzon ata të ikin këtij gjinoj, inshallah Allah azza wa jalla e përmirëson gjendjen. Pra, edhe nëse është gjendje që është përshkruan, para se më ndodhet çaj akt, lutë Allahun azza wa jalla që të bëhesh sebeb që ata me thonë ani, çysh tu shtep ja bojnë. Se Allah azza wa jalla është që i ndryshon zemrat e njerëzve. Sa kriminali u kthy në Islam, sa gjunaqari u kthy në Islam, çfarë është bën sebeb? Gjithsesi është bën diçka sebeb që ju kanë kthy domethënë një largu prej aty në gjunave. Andaj kjo është obligimi joni që të kemi një jetë mirë për njerëz. Pra ta kemi dert na që Zoti na ruaj nëse bën çaj të bim çat form, Allah nuk është razi. Atëherë ta lusmi Allahun që ta ndryshon gjendjen e tyre. Nëse ndryshon, elhamdulillah. Nëse nuk mirët kur far vendimi, që kjo është stacioni i fundit. Pra kjo është stacioni i fundit. S'ka mundësi kur qysh ndryshe, po prishen familjet, vëllau me vëllaun, vëllau me prindin, atëherë ti i thu që ju merrni përgjegjësi, unë nuk marr kur far përgjegjësi në këtë punë. Allahu alem. Në shumicën e rasteve udhëzohet burri sefte, edhe tash ka dal edhe gratë mas tyne. E tash vjen puna që familjet jo në Islam, dhe vjen puna si të na për shembull dhe çajm gruan me nejt ka një javë të printe vet. Gruaja me zor domethënë ka fillu ka dalë real me praktiku Islamin, edhe mbulohet dikuri, kur shkon te prind, nona, motra, kushërent aty çka i ka, i bëjnë vezvese pse ti kështu, pse me shamia dhe ja dëpsejnë domethënë imanin. Ku të kthehet te burri vet mas një javë, këtë tjetër njeri, domethënë i karo imani këtë nivel. A lejohet që tash me janë ndërprej marrëdhënie, domethënë kontaktin mes prindve familjes vet, domethënë ose më rallu, vetëm shkaki se t'ia prishin imanin, t'ia prishin dinin. Vërtet kjo pyetje është që neve na mërzit do të gjendja e muslimanëve që është në këtë mënyrë, mirë po megjithatë na duhet me gjetë rrugdalje. Do të me konë ata promotor që e ndihmojmë të mirën. Asesi mos me leju që do thot e mira me radhë e poshtë, po veç me shku për pjetë, do t'u forcu, por duhet me gjetë mekanizmat, format, mënyrat. Ato janë fillimisht me kuptu që burri do të me kuptu që gruaja ka obligim, ka hak të prindtë vet, edhe të afërmit e vet. Ka hak. Pra çysh kemi obligimin na ndaj
prindve tonë, edhe vëllezërve tonë, edhe axhallarëve tonë, gjithashtu edhe gruaja ka obligimet e veta. Nëse gruaja e kërkon një punë tillë, që me shku te afërmit e saj, prindët e afërmit që ka, atëna nuk kemi drejt me ndalu. Fillimisht po thojmë në esencë. Mirë, por nëse ata i bujnë presion të Islamit, kjo është mirë me shfryzu tash kartën e davetit. Jo më njëherë kartën valla unë mos shkoj. Po me shfryzu kartën e davetit, që një fol ka pak atyne. Jo domon me hesht. Heshtja nuk është në rregull. Për shembull, nëse i flasin ose mundohen më janë në çmuj, Islamin është mirë me përdor kjo kartën e sjelljes të mirë. Hedijeve shpesh e përmendim edhe këtu po përmeni. Hedijet lënë rol vëllazë, ju jeni në Zvicër, unë po flas këtu prej vendit ku jem tash në Möhlin. Është mirë kur shkoni pushime vëllazni çata tafërm t'ju, që ende do thot nuk e praktikojnë Islamin, nuk ki nevojë, ani çoj edhe aty që praktikojnë Islamin hedije, po çata që se praktikojnë çojë më shumë. Çatyni çojë më shumë, se hedija lën gjurmë thella të njerëz. Se kështu ka thonë krijesa më e mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Tahadu tahabu", ebni dhurata kini më dasht. Na s'ka me komentu mas sojmo. Nuk ka koment, hadithi është shumë i qartë. Pra, që aty një tafër vend e ty qënë gruja, ne ta provon edhe me njëherë me stalen, valla njëherë i qohas livrit e njëq. Njëherë, e dy, e tri, i qënë hedi, se zakonisht, da po vlasmi që është tradita, zakonisht njëri kur ja qënë hedien, dhe më hanë faktikisht ti, në një mënyrë e ke mbisundu ato. Shkurt, s'flet mu. Edhe ti ta shfrytëzoje rastin me i folë për Islam. Një herë, dy e tri, nëse shel hamna që po përparon, atëherë domthon i viziton. Nëse shet që as hedijet së ndikojnë, edhe daveti s'ka vend, atëherë është mirë me shku gjithsesi, po me kohë më të shkurt. Ka shku ka një javë ka nejt, me shku ka një ditë dy. Ose nëse shet që prap ka presion, me shku me nejt një orë, 2-3, që ata tani nëse pyesin, çështi ke orë ka një javë ka nejt, ka 10 ditë, pse kështu? Valla ju po mbani presion, ju musliman, unë musliman, unë po du me orë më knash me juve, po që, pjo bika pak hedije, po kam qe me ju, po jesë kum leni. Atëherë ndodhë që kjo, edhe kjo kartë tjetër është, ndodhë që ishte me mendu që me u kthy. Pra, na ti shfrytëzojmë këto raste, e nëse faktikisht vërtet bujmë presion shumë të masë që mund me dëpsu imanin e saj në qatë rast, atëherë dhe më thonë, rrallohet shkumja, po nikosisht edhe kjo më shfrytëzu si motiv që ata gjithsesi me u kthy. Por edhe telefonata do të me luajtë rolin e vet, që me ndiku telefonata në aspektin e ndikimit në davetit tyne. Ka pasur me ditë dallimin për shembull mes bankave. Puna komatë është e qartë që është haram, është haram më. Po çfarë lloji për shembull i komatës? Çka po se komata besim është shumë lloje. Shumë çka. Çfarë? Ti fokusoje për shembull një lloj i caktuar po. Dallimin për shembull komatë shtëpisë për shembull edhe dallimi mes bankave islame dhe bankës për shembull jo islame. Çfarë? Mbledhjen e shtëpisë ose të kerrit ose gjëra të tjera. Çish funksionon banka islame për shembull. Disa ka raste po nuk ditë, nuk kam informata për shembull hiç po. Allah e shpëlbej. Për bankën islame. Çfarë? Domethënë, kjo më vërtet është një pyetje shumë e gjanë që merr kohë edhe për me shpjegu se çish është funksionale banka islame që na me vepru si tillë. Domethënë, me rëndësi është që banka islame vepron çat një çish i ka paraposh shariati islam. Aja është që banka e lun rolin e një institucionit ose një grup individëve që kanë parë edhe u ndihmojnë tjerëve, ose me parë, ose me projekte, ose me punë. Për shembull, banka mund të ketë parë, ka bankë që ka parë i deponoj njerëz, ose ka të vetat, u jep tjerëve, domethënë me kthim, po pa cinc, domethënë pa komod. Pa interes. Ka bankë që është punon me punë, u jep tjerëve punë. I merr domethënë të tjerë si punëtor, edhe kjo u bën kompenzimin. E kështu me radhë. E na po fokusohemi domon pyetjen konkrete që është e puna e shtëpiave. Qysh është shariati islam me ble shtëpinë ose mallin ose kerrin, edhe krahasimin me që e bojnë këto sot. Do thotë banka islame ose shariati islam e lejon, do thotë nëse banka e ka ble shtëpinë në shtëpi të filanit, edhe është pronare tash, lejohet me bëna kontratë me ta. Se këto përveç që është cinci, është interesi, është edhe një problem, për shembull te banka që janë në Evropë, që banka hiç është pronare e shtëpisë. Shtëpinë për shembull e ka X-i,
e bonka ty ta shet shtëpinë, që faktikisht ende s'ka bë kontratë me atiksin. E këto është kusht që bonka të ketë bë kontratë me këton që ja ketë blej këtine një herë shtëpinë, e bonka të bëhet pronare e shtëpisë, tani ti më bë kontratë. E tash im te kontrata. Kontrata është kështu, në Islam që është lejohet. Për shembull, shtëpia është 1 milion franca. Banka thot, shtëpia kushton 1 milion franca. Cash. I qet 1 milion franca e blen shtëpinë, kjo është shumë në rregull. S'ka të keqe kur gjë. Nëse o vërtetu që banka është pronare. Është alternativa tjetër, ku për shembull ti thonë 1 milion euro, 1 milion euro se franca nuk i kam, po a bën për shembull me rata. Qysh për shembull për 10 vjet. Banka thot, e tash e ndryshojnë e çmimin, se cash e jep 1 milion franca, ndërsa me rata 1 milion e 200.000. Në start këto e lejon Islami, po me kusht që kur të bëhen 10 vjet, me kon shifra 1 milion e 200.000, e jo me kon 1 milion e 201 franc, 1 milion e 200.000 e 1 franc, aja s'lejo, qaj 1 franco të cins, edhe prish këto. Por, mas 10 vjet e mu pagu e njëta shumë, banka, çdo muaj ka sa me pagu. Pra, kjo është e lejuar në Islam. Për atë arsye është mirë me i marrë vesh këto se këtu në Zvicër për shembull ka raste që nuk do të këtë senet janë haram. Këtë janë domethënë ndaluar edhe na duhet mik. Ka raste që ai ta afron se interesin e ka. Po thotë unë shes. Ta shes edhe me rata. Mirë, po dhe ratat kur ti paguash edhe këto me ditë, për shembull kemi bë marrëveshje. Muj mi la për shembull ka 600 franca. Nuk guxon ti me thona i pëqore 600 po do shmjellon edhe 10 franca cins, ose do thot interes. Kjo është e ndalune. Pra nëse banka dakordon me ty, e kena bo marrëveshjen, muj ka 600 franca, për 10 vjet mila qitë shumë, kjo është e lejuar. Kur të bëhen plus tani tjetra, kushti tjetër, kur të bëhen 10 vjet, banka totalisht me ta pronësu ty shtëpinë. Me kon pronë jo, mos me pas dorë bankën tonë. Pse? I ke ra të gjitha tatimet atë ti pronari bankës. Kjo që është në Islam, në pika të shkurta. E fatkeqësia e madhe është ajo që po ndodh këtu. Për shembull që i blen shtëpia, mas pari blen me interes, që është haram. E dyta, kurra e shtëpisë bëhet pronë e pronarit. Gjithherë të pagu domthon shtetin edhe për tonë duke investuar. Por gjithë ti në humbje, edhe në gjyna, që më të vërtet Allahu na rujt. Gjithë të shpall luftë Allahut Azza wa Jall, vazhdimisht. Luftë me Allahun Azza wa Jall. Zoti na rujt, domthon me vdekje pa u bë pishmon. Por çata na e shfrytëzojmë rastin që me i thirr ata musliman në të pendohen te Allahu. E kanë bën këtë punë, po ka vend mu pendu. Pendohen te Allahu, se Allahu thot: "Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara." Nëse është ai, do thot në gjendje të vështirë, afatizo ato, kjo është një pretekst i Islamit, ai që ka mundsi mos me shtin në komod ose në interes, ja parat e veta. Mirë po, Islami e kalon në derën qelë, që nëse ka hin komod, edhe don mu pendu, e ka drejtën e pendimit. Pra pendohet te Allahu Azza wa Jall, koha që të kamet ose shuma që të kamet e pagesës, krye sa më shpejt, edhe pastro prej komotës që tek këtij gjinoj. Domthonë ka alternativë për me u pastru prej gjinojit, por na i thrasmi musliman që ti ikin startit, që me vazhdu ende këtë Zotin e rujt këtë gjuna, ose shkurt vallan s'kam alternativë tjetër. Edhe kjo është një problem domthonë që arsetohet njerëz, se në valla hoxha këto s'kem shabojmë. Valla me qira, po gjithë njëta s'po shkon me qira. Pse s'po shkon njëta? Ama mirë në xhenem apo me qira? Ti me qira, edhe ki mundësi me ru parën, se ti nëse blen shtëpinë apo shohmi që kur zbon që është shtëpia jote, vazhdimisht ti më dhon parë. Kështu, edhe i paq te Allahu, edhe të çan Allahu bereqet, se Allahu ka premtu. Thot Allahu në Kur'an: "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat." Allahu ka me falimentu komatën, ka me nënçmu, ka me hub bereqetin e saj edhe ngrit zakatin sadakën. Po gjithëherë ti je në favor. Për atë arsye do të me ik gjithçysh Allahu na rujt këtij gjinojt madh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.